Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Ja ku jemi sërish bashkë me qëtemi me mua Dorontinen. Përshëndetjet madhe për krejt shikuesit tonë. Sot kemi ardhur në fshatin Rahov, komuna Mitrovicës. Me të ardhur në këtë fshat, sytë e mi janë të e po një pejsazh mahnec. Bukurit që i pas ka ky fshat, për një me po na bojnë me undi shumë mirë edhe po besoj jeni të i po dhe pomjet, nga jetë qka unë e kom hulumtu paka shumë, se nuk du me ardhë krejt me informacione të mija këtu, po e kom cek edhe në storje tjera që du me konë emision jem spontan, gjithçka dhe ma bukur ashtu më duket që del, për ndryshe kom shumë të letë me hinat në Google e me kërku e sa në vene po i dini krejt. Gjithsesi, ky fshat përveç bukurisë që po njefke, që kam pëlqej që ish shkolla, gjë kryesore, xhamia, mirë po edhe një veçanti tjetër ish se ende po figurojshin kullat ku kanë bon neja pleq këtë në here. Paka shumë, që breteshat e reja. Vazhdojmë, s'ka dert në fshat. Kështu që për ma shumë nuk di, na po shkojmë, se çdo ditë, po hulumtojmë, po shofim a ka banur, po shpresoj që kom me gjetë banur, kom me bisedu, edhe me kalu ditën me na tregu mu edhe juve. E për ma shumë detaja, hajdeni rëni me neve. Oshte e koha gjumit edhe na vëllak shumë flejt, po puna therrat. E kam problem pa syza, krejt kohë në mlotojnë, sytë. Mos harroj me cek me një intervistë nuk e harroj, isha të bisedu me një zotnike, këtë gjakësha në mosh. Edhe aj folë, kem të regeke për fshatin mu lëtëm shkojshën, se e kam shumë problem, syza që për ata që më kritikojnë nuk i ngjes për qevre, nuk i ngjes o njerëz. Se di unë etikën e gazetarisë, se e kam fakultetin, po i ngjes për nevojë. Edhe që kesh të ju tregu, mbyll, që kesh të ju tregu më shkejshin lot edhe aj me të kështu, ka thonë qa ka mërë kjo, pëse pishkojnë lot, unë si më të kalëzu diqka dhem shumë. Kështu që, po do të ashti me sakrifiku që shtë me dalë pas syza. Oj, zoti shpis! Oj, zoti shpis! A ke buko me nadhane? Po ju mërsëm, këtë paraj që jem me Ramazan. Tentativa tret. Oj, zoti shpis! Kamirën e pas kanë sigurisht më kanë po. A i një kësajde, a mund shumë avdiren? S'po hapet? Cela mëre? Përshëndetje, a je mirë, unë jam Dorontina, jemi prej mediumi shqiptar që krejt kemi ardhur në fshatin e juve. A mune me bisedu një dy tre llafe me juve? Me më tregu pak a shumë për fshatin se nuk po kom. Hajde veshe, po të pres. Ndol buka pasha zote që e lypa ma herët. Qështë është jeta juve këtë në fshat? Në fare. Se mas pari s'ka më përtë, shtu o të tem, kambi është shumë i rallë. Një banor ka, po së gratë për pënsem s'munën më pënsu, mas pari gratë nuk munën këtë më pënsu. As trejat, as këto të vjetrat.
Edhe tani detyrohen Se, me nejtë në se shtëpi. detyron me nejtë shpe. Mas problem ti e kena qëta. Mas problem një dytë është udha, 3 udhë i kena po shumë janë të rrezikshme kur bjen burë. E kena udhën e Trepqes, ajo shumë është e mirë, kështu është me mira, është që ajo, po është katastrofë e pa e rregullume. Ti nështë a i kera, tu e ke... Bon, tash Po. që një javë jem konë në sajtë. Po, e ke po. Te Trepça e kam fjallë. Po, e ke po. Po. Po ka shumë këtu, ka shumë problem, për që ata pje po detyrohen me dalë pikturit, se mas pari vajzat shumë problem, njët e kanë dyat fakultetin, i kanë shumë probleme kanë pas me udhtu. Deri në Trepqe janë kam gjithë i kara me udhtu. Tash ti për shembull Udhtimi shumë a problem, këtë për, sidomos për femna shumë është problem udhtimi. po ato që dojnë me punu. Po ato që dojnë me punu, se ta është jeta për me punu si gruja si burri. E vërtet. Që kjo është mas problemti, o që këtu janë probleme. Ka shumë Kuna probleme, njëherë- Po. Pak diçka ma kryesore. Po, ma kryesore. Ai një ankuna një herë dikun edhe a or dikush me jau hap dirën, me ju Jo, vetë. vallaj, kërkosh, heq. E tash e thatë që vajzat e kanë kry dyat Po, fakultetin, nëse s'gaboj, po. Tu punu? Jo. Shka ko i rrugës. Shka ko i rrugës edhe në shtetit nuk po mundesh më pësu. Se kajtë po i monin ata me ngjafshme. Kush po ka ngjafshme po i monin, kush s'po ka, s'po monin. Si gjithko. Se gjithko. Problem, jo veç po për shembull për fëmijët e mi, po kajtë Kosova e kanë qitë problem. Po. A ka këto ndonjë banur femën që është edhe që punon jashtë aktiv fshati, udhton çdo ditë? Vallaj shumë, po shumë pak. 2-3 vejta shumë pak, jo se, po për shembull si nol dikush, po veç të boshëm kere krejt një shpira, kaj kerë, të boshëm. Se orët e ndryshme. Po, se orët të ndryshme. Kambin e kena, po kambi është pak nuk të përshtatet. Për me punu, po për shembull ti e ki orarin me shku në punu në shtatë. Ai vjen tet. Po, ai vjen tet. Ti e ki me shku në 10, ai kërkon histë Thjesht përshtatet. nuk nuk përputhen orët. Jo. Po më intereson pjesa ekonomike, a është e vështirë këto në fshatin e ju? A merrni me diçka me punë në fshati, Po, nuk është toka? bashkë edhe e shtira, dhe se nuk është qyteti largë nuk fshat është mirë, është i qetësuar kështu shumë, ka banor shumë janë të mirë banor, ta din kështu si Jeni me zveti shumë të mirë? Po, shumë janë të mirë. Më tregun që jeni një gjak, Po, një gjak e kalojnë shumë mirë në një vete, sa kështu mirë. s'është kështu keq. Me banu nuk është keq. Po veç me kanë adem po për shembull i kambin me pa kanë ma qpesh. po me pas orare ma shumë. Po, orare ma shumë. Shpresojmë që po me u rregullu edhe kjo çështje për ata të cilët kanë me paket emisionin tonë dhe me javon edhe juve një qare. E dashur të përshëndes, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit shumë që e nda të kohën me Edhe neve. me kënaqësi Do t'i jo dash krejt të mirat. Me të mira, faleminderit shumë. I nderuam, përshëndetje, qyshi. Mirë, faleminderit ju. Mirë edhe na faleminderit. Më fal nëse po të pengoj që po të shoqëroj se më the që je dal me ecë, Po. e të lakmova, edhe unë ashtu kështu në lëvizje jam. Po, kem nevojë. Çdo ditë eci, kështu që bashkë këtu ecë, të i bo 2-3 llafe. A bën kështu? Po, pse jo. Familja krejt rahat. Mirë, Na faleminderit. vjen Ju mirë. vetë mirë. Mirë, faleminderit edhe na. Pak a shumë, më the që i përcjell emisionin tem, tash pyetjet veç i din, po. për çka kum dal. Po kem ku edhe për përcjellemi. Po, faleminderit. Edhe kem nevojë pak me një ofcane që po jes puna Kosovë Po, këtu. e vërtet. Jeta, çfarë ju? Mirë. Pa i kem disa mungesa, këtu kemi qenë numër i madh që i kemi banue, Po. ku shërjem gjithë në gjakut, po kanë emigru, kanë jesë. Dhe si dhe situatë në i kanë punu, dikosh anej, me gjithse i na met pak që tash. Mirë, jetojna mirë, nuk ka puna që me thonë të më kërë gjitha, po kënaqësi s'ka, se mungesë e njerëzve. Çka po m'pëlqen, shumë rregull, përveç se e ka këtë peizazhin mahnet se të bukur fshati ju, Po. edhe rregull shumë. Po, Stërti që infrastruktura është po, e nivel, kompletune, po. që asfalti shifet, kanalizimi, ujësielsi, Krejt. drejtimi është, E keni edhe ndryshimin, gjitha janë, po munguj njerëzit. Këtu shpi ko që i banojnë, po antar ko pak në për familje. Po. Ko pak antar familje që jetojnë,
Po duhet edhe këtu me i pranu disa sene, se ne i punoj sota, vitit 90-a ne dim që jemi kanë qëfar gjendje. Me vërtet. Kanë dalë njerëzit, tash trit po dalin, na u munum për ditën e sotën me tu pak ma t'lirë, pak ma në rregull, me kom ma qetë, po jesin njerëz, e fitum luftën, e formum shtetin, gjatë luftës, jo nume na një ke Serbia dhe s'ka mujt na një kemi silë që sajt, ma në fond, kur e fitum drejten e shtetin ton, me dëshirë pëlqojmë, mundësit i kanë tarta rinia si damas, mundësit janë me punu, po s'po dojnë, po jesin largë, ma largë. E kanë rogë tash, nuk po disa me thoni farin të rejsi, po ju do këtë ma mirë për rendimin. Ne dim që jetojmë Kosovë, shqiptarë jem, ma të këna është një ka shtot bëgë moshtu i pikuj të Kosovë, se mundësit e kretarë të mi pas të Evropës. Po e vërtet, ama na ka hinë një lakmi e shumë. Po për qatë arsye, na kena me dështue si shtetë. Se... A, këne kemi vazhdo? Po, Okej, s'prish punë. Jo, s'ka lidhje. është në pyetje, na pedim gjithë që po bëhet, po të rritë nuk pedojnë këtë vend. S'pedojnë punën. Po, ndoshta që po të ndërprej, trit nuk e dojnë për shkak se shumica jenë me shkollë, me fakultetet ndryshme, edhe nuk pranën me punu këtë në fshat, do në profesionin e vetë. Është e vërtet, E për profesion, po është pak vështirë. Është e vërtet, i kem shumë rase që kemi një shkollum këtu, kemi profesor doktorat njerëz tonë, kemi masterën të kryjmë shumë, kemi këtu këshërit tonë. Dikush ka gjetë vetin, dikush jo për qatë arsye dhe gjithçka po pe kryjmë për përfundon dhe pe realizon atë ëndrrën e vet, po më në fund kur të punësime po dështon. Çajo ja hub shpresa të rinis. Po dështon, është e vërtet, për qatë arsye po shkojnë, tash qatë moment që peshe njëni tjetërin, po vetëmon shosh një po jesin, praktikët veni, 1 me metë, 2 me metë për shembull, pa marrë parasysh, pak isa me metë, po jetë vetëm, po vetëmon, të edhe ata nështë dëshirë, pa dëshirë, po jetë se po vazhdo. Çaj është. Më intereson raportet që shikoni këto në fshatin e ju, Mirë, mes veti. Kalojna mirë, Jemi në fesë, jemi kretë kusharet gjakut, mirë kalojna, kem raportet mira, të lashës kem kur gjë, nga tresa s'ka, kalojna mirë. Jeni për njëri tjetrin. Gjithçka ke mundësi, janë mundësi të arta dhe më shkoj me anu me në qaj, janë kafe, në dreke, në darke. Me këpretësi jeni sa dusha? Po, alhamdulillah, për Allahut, po, mundësit. Qarë tjenë jem shqiptarë, po ke kry për zemrë. Këtë në fillim si më përshëndete, na keftu mrena, po na jemi me Ramazan. Edhe faleminderit shumë publikisht, po du me thonë, se këtë në fillim na the. Mas, kur vjekua iftaret, jeni të ftuar kur për Bajram kismet baklovën më ardhmë mja. Në ardhën kur të me ardhmë mja kërku gruz baklovën pak. A qëtë baklovat e mira? Po, të mira e qëtë. Baklovat mira e qëtë gruja. Po, si tash nuk jem të di qka i të më thonë që qka po shë, qfar bukurie, o zët. Para mendoj e verës këtë gjelibrimi, e me dalë me pi qaja, kafe. Mirë, gjithë qash në regull, po ne po në mëngojnë thëmija tonë, na me mund, e kemi në zotë në ka falë, sa i kemi shkallu me mundësi tona në ka nesë, edhe ata i kanë tonë jashtë, 4.000 kemë, 2 gjeme 2 vajza po, 1 gjallë e kam këtu, 3 kam jashtë. Mashallah, faleminderit, është pyetje që tu pak është një pengesë, jo vogël po bukur e madhe. Normal se krejt mi pas nuk të përmbushin. Ja, është të vërtet, e vëllaci se ki një pa me sa kem, problema i madhe që penim një mungesë të madhe për ata, edhe që ata dhe jo që atë vullneshme me tu këtu. E vërtet, është shpia ju? Po. Shpia shumë e bukur. Po. 2 shpia. E vllavt. E vllavt edhe ju. E jamja, këtu janë pjesë tona. Çfarë rregull. Po mirë, këtu ja hoxha sa. Që na me lon këtë vend, sa bukur, ju lumt. Po na kem nevojë për njerëzve me komunikue. Moane na më se jem këtu, po na kanë punu sot tash se cili po qyr për vetin, diçka për ekzistencë dhe normalisht, se cili interesin e vetë, une për një me po kënaqna kur po shoh fshatrat mira, tregullume, shtëpia të mira, kur e shoh popullin tem që janë të jetu mirë. Po, besa. Nuk e kam të leta sëne me raportu kur shoh diçka jo mirë. Është e vërtet. Na dal. Ne dime që edhe ju keni ndjenja si na. Normalisht. Kem nevojë me një mirë, me po mirë, mo syni më na knosh dikon, as shpirt na knosh, po na i punoj sota për atë arsye. Jemi mjetë shumë rapa, veç që është arsyeja. Se po na muajnë fëmita, na muajnë njerëz tonë, shoqënia tonë, edhe unë kom qenë para lufte, kom qenë në Gjermani, jam këty, na zoni lufta, s'kom vazhdu më ma tepër, kom nejtë këtu. Fëmija e në boj, orë rete në martun, shkun. Se kështë po hojrë në Gjermanisë, po besoj ma shumë diçka heq.
të Jo, fëmijët të mirë. Qëtë mundësi shpinën që mirë. kam, ju falenderoj Allahut mas por, ne ka qu shnetën, fëmijët e mirë, shumë i përshëndes për zemërsisht, Përshëndesim edhe na dhe pse s'po falenderit, fëmijët kanë të mirë, toni kanë të mirë e mirë, të lashë s'kema asnjëherë, Patyshim një prind si ju, me neve çfarë Ma sjellje merr bane, mendja. po dije çfarë fëmijë ke rrit. ma mërë mendja, unë e kam kënaqësinë më të madhe kur i shoh fëmijë në rrugë të Allahut, e i qyrën punë të veta, i punin punë të veta, na kemi nevojë çasë mënyrë mos sill. Çatë punë. Po shkoj gazetarja. Gati kështë 60 kila i kam, po Ondi për pa gazetare. Andi, po me të gazetare. Valloj, këtë më fry. Mirë. Inderum, na po të falemnderit për zemërsisht, Zoti Allah shkrejt mirat, ishte shumë kënaqësi për këtë bisedë. Gjithve. Sholla Edhe dhe juve, edhe njerë që kanë nevojë, kanë përkrojnë e shtetit në spori, ju ndihmojnë, kanë nevojë, njerëzit pak me po që aty, ja kështu ndihmojnë njeri që ka nevojë punëtorin respektoja, kem nevojë, tokat që na sponohen, e kanë praktisë vendin, shtëpia ka bukur shumë, banor ka pak, me punu sponojnë se kanë dalë jashtë, nuk pe lodhen vetën, dhe kështu edhe më përpara kur i kanë qenë minatore, u punu në trep që njerës e kanë prindja më kanë, vllave, minator, po tash jo, tash ata kanë ecë, dikosh në atë botë, dikosh këneje, Në vërtet, po ju marrë lakmi për këtë jetesë e qetë, mbiset malore, ajri pastër, qetësi, që kjo është jeta. Po mirë, gjithë janë rregull, elhamdulillah, dhe mos me pas na veç kur gjë se mundësit, Shkoj gazetare. po mundësit janë ma të mira, të kishëm pas qef edhe ma keq me jetu, veç mi pas mundësit, me pas njerëzit të nafër, mu shmall me ta, mu knaq me ta, me nipa, me mesa, me vlat, me kushërit dashnin dhe i respektohet, ata i përshëndet për zemërsisht çata që janë, se edhe na ka vdek disa, po qëllimi duhet me avo qysh bëhet. E vërtet. Duhet me avo qysh bëhet, gjithashtu. Faleminderit. Faleminderit për juve që keni gjithë kujnë e ardhë, e punë të marë, inshallah keni sukses ka shkoni ju prinë e mara, e s'keni të lashe, e keni shëndet në plot. Unë e uroj edhe shpresoj që ku me taku njerëz veç si jo, Inshallah. edhe puna jeme ka me mri kështu. Po kem nevojë na me konë njerëz mbi gjitha. Po, e vërtet se puna jeme nuk mbartë vetëm Na prej jemi meje. tult vetëm Allah që shënu është na e dim, jem rroftina, kem nevojë sa më ol, del më kvalitet, më mirë. Edhe o njerëz sa ma pak negativitet. Njerëzit toksik edhe familjar nëse i keni largoni prej vetës. Po e vërtet. Se energjia toksike për cilët edhe të ju. Kështu që sa ma shumë pozitivitet me që jemi edhe mujnë në shenjtë Ramazanit, dumë në njëni tjetrin, afroni, Po, hiç leni pak. sara të këqia, fjallë të këqia. Kem nevojë vetëm të mira, Veç mirë, veç poqe. po hajde pak mbrana. Me që të mi një pritje shumë e ëmbël prej këtij zotris edhe zojës e kësaj shtëpie. Një dhurat dëvëckil gazetares. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi. Jo s'tjepi valla. Vallai undi nuk ta ka kërku dhëmbi. Miqtë e mi, qëfar pomje, mahnit se po besoj jeni tu e po, përveç kësaj prapa mi është edhe xhamia, por është xhami paminore. Se di është funksionale me dëshirë, e kësha taku dikon edhe kësha bisedu, mirë po ja që nuk po janë mundësit se nuk jem tu e pas edhe një banor të kësaj lagje këtu. Kështu që nuk kem çka me shku, na po vazhdojmë drejt. Vazhdojmë drejt, edhe po shohim, apo e gjim dhe një banor. E sheni këtë pamjen tjetër, veç i lumi Zot që ka ditë, me kriju këtë bukurin natyrore, e të lëmtna për Zotin që e kem, me qëtë mi po mundohna krejt qka unë e po shoh me pa dhe ju, me nda me juve. Unë u kënoqa, po ndjesin teme, po mje ketë se ju nuk e keni, se unë jëmë prezente këtu. Mirë po, pse ju kush dëshiron më të më ardhë dhe për qef këtu. Mjafton një shëtitje,
qetësia ka shumë rëndësia në psikologjinë e njerit. Vend shumë i qetë, do thot, ja po i shumë edhe lopët, hajde! Oj, lopët e mi janë ma të mirat në katone. Po është edhe një zoj aty, po më duket i ka dalë prej u borrit, nga jetë qka unë po është. është... Ata kthej lopën a nej, ata tuti! Ata tuti lopën! E në të rëzikshme! Unë e di që nuk do të me i dalë për balë lopëve, se mundën me të solmu. Është të shaj kom që dirë qilë, për rast nevoje, vetë mbrojtje. A je lodhë që shje? Që jo, a një mirë? Mirë, faleminderit. Po më duket që këtu nuk ka dalje. Kjo dera, se dija na që ta tje poshtë, po edhe me dasht me shku është veç edhe një shtëpi e fundit e këti katuni. Se di kjo dera është me këtë shpin, e pas ka interesante, ku edhe një pjesë goxha e rrugës është, e dera këtë ndoshta është këtë kjo pjesa e këtij pronorit këtë, na po shkojmë, e vizitojmë, edhe po besoj që kemi marrë një informacion shtesë, unë e veç po supozoj, se normalisht nuk e njoh fshatin, nuk i njoh as banorët. Oj, zoti shpis! Qfar pomi interesante. Ja ku gjindet edhe kjo shpia, në viset malore. No comment, do më thonë. Veç, unë e di, veç unë jam të e di qfar në gjësie, me u knoq pa shatë modhin, zot. Oj, zoti shpis! Me shpresë që kam e në hop dirën, unë e po du me nejtë këtu pak ma largë shpis, edhe normalisht po e riciku edhe një herë për krejt ata cilët nuk kanë dëshirë me dalën ka mirë, normalisht që nuk i qesëm, nuk i atësenojmë lirin e aqë më pak në pronën e tyne. Oj, zoti shpis! është edhe... Kur të më gjuna ne i kamolit, është shumë shtirë dhe me më dëgju, po besoj. Oj, zoti shpis! Oj, zoti shpis, a i një kësajde? A i një këtu pari? Përshëndetje, zoja shpis. A do një musafir të paftum? Qysh jeni, a një mirë? Nëse e keni problem kameren, mundem edhe mos me ju qitë, veç erdha 3 fjallë për fshatin e juve me ditë. A je mirë, qysh je, unë jam Dorontina, jemi prej Mediumi shqiptar që kretë kemi ardhur në vizitë e fshati ju. Qëllimi i kësaj vizite o me ditë jetesen këtu që keni, a ka banor, edhe që kam ronë sy shpia juve unike në këtë vend, shumë veçantë, viset malore. Bashkë me Lena, shumë. Po, për mirë më të pëlqen, shumë mirë, qetë. Qetë, mirë, rahati kena, si në gjendjen familjare, ashtu edhe në fshat.
Na vjen shumë mirë. S'ka problem, Po. kur far problemi Po, s'ka. është problem kjo pjesa për me dalë në qytet, ose me dasht me punu, ose... A e keni problem për shembull rrugët? Jo, nuk e kem. Rrugën e kem, qyteti 10 metra, këtu në Mitrovic i kena, me kilometra nuk e di, po 10 minuta banë. Po, shumë Këtu në mirë. E Mitrovic. tash me 2 vite e kështë ndru me qytet. Jo, Valloj, pse dhe ndru, Nuk e pasha ndroj. zotën ma mirë, e gjelbrem para me ndaj virës, jo, këtë që shbo. nuk e ndraj. Ku po i moni e në atë virës? Shto, e peni qaj këtë. Që ku kem aty, ullësat i Sa kem, mirë. karikat zakonisht dimnit i shtimi mrena. Tash dimrit normalisht këtë pak halakotem. Virës Këta pak, radinat. i lojmë do të pi, hajtë do se në ndreqem, aje po dijet, kuptohet se ftoft, sa më me i mrena dikon më nëzi. Po më interesan, banor këtu për rreth, njihni, shkoni të njën tjetri, Shë. i keni këtë marrëdhënie të mira. Shumë i kem marrëdhënie të mira. Po, se pak i kanë lënë këtu, për shkën kosht e kërkosh heq. Jella jo, na dalëm. Shumë mirë, Dalëm, mas darke, ditën, zakonisht, kur kena kohë të lirë, po, dalëm. shumë mirë. Sa në të vërtë familjes i një? Nantë. No, shumë mirë. E ndrume, s'po të marko ma shumë, ishte shumë knaci, faleminderit shumë. Mirë kafsh, Miru pafshim, faleminderit. Zot ju rujt, faleminderit shumë. E harrova me të pyet, kjo dera është e juve, do të thonë kjo e u borrit? Do të thonë e keni rrethu kështë prej atje. Shumë mirë, shumë ide e qëllume. Faleminderit shumë, kalofshit mirë. Shumë mirë, përshëndetit gjithë, me të mira. Qëfar zoje e mirë, 3 fjallë, si zoj, tak, edhe u kry. Po m'duket, ju po m'duket, po m'ju kallëzu diçka, që i erdhë fundi e misionit tim. Edhe diçka do m'ju kallëzu që ondi po bën, yes, haj gore. Valla me që m'do të me u përshëndet, edhe si që po e sheni nuk jem të qojt, po shumë ftoft, e kam problem, krejt ljot po më rrjedhin. Kallëzëm një ku me bon mbylljen, apo dhe një qëta, hajtë po vazhdej edhe pak, se e di që keni dëshirë, edhe kam shumë mesazhe për juve, që misioni me konë halo dhe ma i gjatë, ka mesazhe që misioni jem shikohet i njëjti deri në 10 herë, dikush edhe mundet mos me m'pëlqy, i përshëndes edhe ata që si pëlqej, mirë po e kam fjallin për ata që ju pëlqej, e di që kur të thëmë mirë mbeqi, nuk e kanë venën shumë, mirë po na s'kena mu e undalë, gjdo ditë se risi, këtë më do të me ju përshëndet, ju uroj krejt mirat, e paqit një ditë mirë, shëndet, edhe deri në takimin tonë të ardhshëm, mirë mbeqi.